Absolutisht, ne do të jemi në orarin ton, në orën 11, do të hymë seancë, do të presim me ardha vënidari, me ardha vendosje, do të flasim për media, për tjerat nuk po i zbuloj tash se do t'i shohim nesër. Dhe pretni që të vjenë zotit e hare, të vjenë vendosja nesër? Po nuk pres që të vinë se s'kan ardhur deri tash, nuk do të vinë se s'kan ardhur deri tash, po në sallë do të hymë, edhe dera e sallës të kuvendit nuk guxon të jetë e mbyllur. Po, zotë Deore, kur është pyetur nëse do të ftoj seancën, vazhdimin e seancës konstitutive, ka thënë që nuk ka pasoja mos ftesa e saj. Po, kjo është dhe mungesa e këtyre pasojave çka sjell? Është interpretimi më absurd Arsim që ndëgjon, se thotë nuk ka pasoja. Tash kjo është ftesa që kemi bërë na për sot. Pse është gabim kjo? Sepse asnjë kushtetut nuk është e formuluar në mënyrë tillë që të thuhet, për shembull, kuvendi themelohet për 30 ditë. Po. Nëse nuk themelohet ndodh kjo. Sa ashtu duhet secilës normë, më apo pikë, më apo një fjali shtesë, më thonë, nëse s'bëhet kjo, bëhet kjo.